Erdha pra në shkollën time, mbaj në zemër një mall të madh, në mes të nxënësve përsëri më del mësuesi im I parë. Ne u ritëm dhe kudo na gjen sot në përat. Një jetë mes ekuacioneve, disa të zgjidhshme dhe disa të tjera të zgjidhura nëpërmjet imponimeve të sistemit që ai ka kaluar. Por ekuacioni që ai arriti të zgjidhte me sukses ishte vazhdimi I karrierës së tij si mësues, të cilës I kushtoi 41 vite nga jeta e tij. Disa nga ekuacionet morën zgjidhje gjatë detyrës fisnike si mësues dhe llogarit e disa të tjerave ai ka bërë vetëm pasi doli në pension 3 muaj më parë. Zia Zajmi, sot 64 vjeç, do të mbetet në mendjen e shumë brezave si mësues që arriti t'i bënte ata të dëshironin matematikën dhe për shumë të tjerë, ai do të mbetet mësuesi që u flet frymëzimin në jetën e tyre arsimore. Prej 3 muajsh ai nuk e ushtron në profesionin e tij pas daljes në pension. Por edhe pse s'ka kaluar shumë kohë, ai tregon me nostalgji vitet e tëra që I kushtoi ekuacioneve, që nga studimi I tyre e deri tek leksionet që u jep nxënësve. Në vitin 64 mu dha e drejta e studimit, jemi në vitet para fillimit të asaj që u quajt revolucion ideologjik dhe kulturor I viteve 67. Pra më doli e drejta e studimit për në fakultetin e matematikës. Fakultetin e matematikës bashkë me shokë të tjerë e mbaruam në vitin 68. Kam një fat të madh, ashtu si I gjithë brezit dhe brezat e mi që erdhën mbas nesh, që në fakultet gjetëm një bërtham pedagogësh të jashtëzakonshëm, që ishin burra, se për fat ishin të gjithë burra të zotët, ishin shkencëtar të vërtet, njerëz jashtëzakonisht të rrept, por të drejtë. Në vitin 90 jam emëruar mësues në shkollën e mesme të Ndoroqit, aty kam punuar 2 vjet. Në vitin 92 erdha, është një histori e bukur kjo, I komanduar në shkollën e mesme të përgjithshme Andon Zaguçajupi. Nuk kisha trokitur, nuk kisha takuar asnjëherë me drejtuesit e arsimit. Një ditë të bukur vjen në shkollë drejtori I arsimit I Tiranës, zoti Gjogji, dhe unë isha I komanduar, thash bo, erdhën këta tash I do me heqin mua, do të vënë në një tjetër. Ai më thirrri dhe më tha, ke menduar do të bëjmë drejtor shkolle. Unë ngele, thash, ku më njihni ju mua? Jo, I dim, thash, kam marrë ndonjëherë me këto punë, nuk di ti bëj. Jo, tha, unë edhe sot nuk e di se kush më propozoi. Më emëruan dhe fillova punën si drejtori I shkollës së ndërtimit. Në vitin 2003, masi e kreva detyrën time që kisha, kërkova dhe më ofruan punë dhe më caktuan në drejtor në shkollën e mesme të përgjithshme Partizani. I mallgjyer teksa tregon për punën e tij, profesori I merituar krenohet me punën e tij ndër vite. Dëshmia me të cilën ai krenohet janë brezat e tërë që ai ka kaluar. Disa nga nxënësit e tij tashmë janë figura të njohura të skenës shoqërore dhe disa të tjerë, duke ndjekur shembullin e mësuesit të tyre, kanë marrë stafetën dhe edukojnë brezat e rinj. Zoti Zajmi, unë ju shikoj shumë të emocionuar, madje me sy të përlotur, do thoja. Kjo për shkak të kësaj dhurate të cilën juve ju au kanë bërë nxënësit tuaj? Nuk ka kënaqësi më të madhe. Këto janë të pa nuk mund vlerësohen. Kupton? U thash, thonë që ne mësuesët bëjmë shumë. Është e vërtet, po është kaq e vërtet që edhe nxënësit na japin shumë. Na japin shumë më shumë bile. Nga jeta, nga rinia, nga sinqeriteti, nga dashuria e tyre. Dhe në fakt, këtë e tregojnë më së miri, ku thonë, sikur mirësia të ishte e matshme, ju do të ishit etalon I saj. Me respekt Eni dhe Erina. Unë jam një, janë qindra, janë mirë. Unë jam një. Një ndër kujtimet tuaja është edhe ky album. Dëgjoni, për 7 mars mësuesët marrin dhurata. Si shumë të tjerë dhe unë jam kategorik. Këto janë të vetmet. Mësuesit, këto I ngelen. Si kujtim. Një album, një fletore, një libër,
një libër dhe këto mbushin shumë jetën time. Këto më tregojnë që vërtet pas kam bërë një punë që ja ka vlerëtur. Dashuria për matematikën ka sfiduar çdo dhimbje dhe lodhje në jetën e tij. Madje ai pohon se nëse do t'i jepej dhe një herë mundësia e zgjedhjes, ai sërish do të ndiqte të njëjtën rrugë. Unë ja u them kështu me sinqeritet që po të kisha një jetë të dytë, unë përsërit do bëhesha mësues matematike. Pengu im është ky. Gjatë këtyre viteve pra, me gjithë se kam qenë drejtues, unë kam pasur klasa që bëja mësim dhe kam pasur nxënës shumë të mirë. A e dini, asnjë nga nxënësit e mi, edhe këta të shkollës Partizani, të cilët ishin 40 veta dhe nga ata në provimin e maturës shtetërore morën 13 dhjeta dhe 11 nënta. Asnjëri nga ata nuk u bë mësues matematike. Ndoq edhe një emisionin tuaj të paradokoshëm në një nga shkollat e mesme të Tiranës për lëndën e matematikës edhe për dëshirat e pakta të nxënësve për të vazhduar. Kështu është e vërteta. Kam pasur mundësinë, si thash, për shkak të detyrës që kam kryer, që këtë shqetësim ua kam ngritur dhe e prorëve, drejtuesve më të lartë të Ministrisë së Arsimit. Duke u thënë troç, kush do të mësoj edhe fëmijët tuaj? Puna dhe vuajtjet e profesorit të palodhur nuk kanë kaluar pa rënë në sy. Në vitin 1994, ai dekorohet me titullin profesor i merituar nga presidenti i asaj kohe, Sali Berisha. Dhe sepse më thonë shpesh, e kam marrë arsimin tim. E kam marrë arsimin tim. Ekuacioni më i vështirë i profesorit të merituar ka qenë ai që ju parashtrua që në vogoli, kur sistemi i atëhershëm i arrestoi babain, me të cilin arriti të përqafojë sërish vetëm kur ishte bërë burr. Rrjedh nga një familje, po themi, e mesme fshatare, nga Vëndresha e Skraparit. Prindët e mi, babai dhe nana, janë gjithashtu nga fshati. Babai ka qenë ushtarak gjatë viteve 39 deri në 43 në Itali. Në vitin 50 u shpërngulëm në qytetin e Durrësit. Aty jam rritur. Në vitin 52 babai është dënuar për, siç thuhet, tentativ aratisje, ka bërë 11 vite burg. Ishim 3 vetë, nëna ime, unë dhe motra, unë isha 6 vjeç, motra ishte 3, dhe më la 6 dhe më gjeti 17. Tashmë, pas 41 vjetësh karrierë si mësues, ai kalon kohën me bashkëmoshatarët e tij dhe vazhdon të jap sugjerime për edukimin e brezit të ri. Bisedës me personazhin ton i ka ardhur fundi, me mësues Zajmin. Unë i uroj atij jetë dhe shëndet. Pasi 41 vite si mësues matematike nuk jam pak. Bashkë me të tjerë. Bashkë me të tjera. Ju falenderoj edhe unë juve, thash edhe një herë, unë jam një pjesë, jam një fare e vogël, e një brezit të tërë, mësuesësh që jemi përpjekur vetëm për të bërë detyrën tonë. Ju falenderoj. Se ishte ime faleminderit. Staroj mësues i parë, më mësove abëtsanën, që të bahen djalimbar dhe me gjak ta mbroja dhe